Arti i gatimit, ëmbëlsirë me sheg dhe manafera. Për këtë recetë nevojiten miell, gjalp, një pak omaja për ëmbëlsira, një kokër limoni, manafera, sheg, sheqer dhe qumësht. Gramaturat e plota të recetës i gjeni tek artigatimit.com ose në lidhjen në përshkrimin e videos. Vazhdojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës. Në një engjëlqi hedhim mielin e situr dhe sheqerin. I përziejmë e më pas shtojmë edhe majan. I trazojmë së bashku. Shtojmë gjalpin e zbutur, të cilin e presim në copa të vogla. Duhet të lëmë njan një pjesë të tij. Fillojmë të përziejmë shpejt masën. Duhet të arrijmë një masë homogjene. Në hapin tjetër, shtojmë ngadalë qumshtin duke e trazuar. E përziejmë mirë e pastaj shtojmë lëkurën e limonit. Në një engjëlqi përziejmë manaferat me kokrat e shegës. Marrim një tavë furre dhe shtojmë në të gjalpin e mbetur dhe e shkrijmë. Mbi të hedhim gjysmën e masës së brumit të përgatitur. Shtojmë sipër shegët dhe manaferat. Bëuni fan si Arti i Gatimit në Facebook. Kliko tani butonin like. Në fund, hedhim dhe gjysmën tjetër të brumit. E pjekim në furrë për 40 minuta në temperaturën 180 gradë Celsius. Ëmbëlsira është gati, ju poftë mirë. Për recetat të tjera, vizitoni artigatimit.com.